është bashkuar me mua Almer Toska, drejtuesi i portalit Timoni.al. Almer, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Gjoj Marsia, koleg gazetar. Gjoj, kënaqësi që të kam. Arber Hitaj, koleg gazetar. Arber, kënaqësi që të kam edhe urime për emisionin. Faleminderit. Si quhesh? Newscast. Albania Newscast. Është një format ndryshe nga podcasti. Shumë interesant ishte. Faleminderit. Episodët e para shumë interesante. Ndërkohë kam edhe avokatin Leonard Karaj, kësaj radhe me Zoom. Avokat, kënaqësi që të kam. Përshëndetje. Avokat, në pjesën e parë do doja shumë diskutonim në lidhje me zhvillimet shumë të rëndësishme që po ndodhin tek dosja Meta Kryemadhe. Për shkak të disa përgjimeve që kanë dalë nga dosja. Si i vlerëson këto zhvillime? Vazhdon teatri, po them unë, për nga salla e gjyqit ka kaluar si gjithmonë në publik, në të gjitha mënyrat si e si domethënë që këtë çështje të mos e bëjmë gjyqësore, por më shumë se sa gjyqësore politike. Nga njëra anë për zotin Meta kjo është e volitshme, sepse ai është një njeri politik dhe i intereson shumë domethënë që ta mediatizojë sa më shumë çështjen e tij. Kjo është krejt normale në fund ditës, kurse unë si jurist do kisha dashur shumë domethënë që çështja jo vetëm e zotit Meta, po e gjithkujt tjetër domethënë të ngelesh brenda kuadratit të sistemit drejtësisë dhe aty të diskutohej përmbajtja dhe jo forma e asaj për të cilën ndodh brenda asaj aule gjyqësore. Duhet të kujtoj një gjë shumë të rëndësishme për te këtyre rrjedhjeve të informacioneve, përgjimeve, quajeni si duani që këto nuk rrjedhin asnjëherë nëse s'duan që të mos rrjedhin. Dakor. Për çfarë po flasim? E rëndësishme për mendimin tim tek çështja e zotit Meta ka qenë ajo kërkesa që ai pati bërë para 2-3 ditësh zyrtarisht ndaj amerikanëve në lidhje me atë kontratën e lobimit e cila do duhet sipas zotit Meta të deklasifikohet, po e them në mënyrë më të thjeshtë të mundshme, me qëllim që të jetë pjesë e gjykimit të çështjes gjyqësore në të cilën është. Në rast se autoritetet amerikane apo edhe këto shqiptare, sepse këto shqiptare janë të interesuar, e bllokojnë publikimin sërish të asaj kontrate, atëherë do të thotë domethënë që neve ajo dosje, ajo provë me shumë gjasa nuk do vihet në dispozicion të gjykatës dhe nuk do kuptojmë akoma domethënë se si është këtë çështje e lobimit të LSI-s dikur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por thjesht do amendsojmë ashtu si kundër kemi bërë deri tani në gjykimin tim, duke u nisur më së shumti nga ligji për partitë politike dhe faktin domethënë që në raportet institucionale një parti politike nuk drejtohet teorikisht nga kryetari i saj, por nga sekretari i përgjithshëm. Dhe jo pa shkak të gjithë le të themi këto kontratat e lobimit dhe jo vetëm nuk firmosen nga kryetari i partisë, por nga sekretari i përgjithshëm. Kujtova edhe këtu më e fundit fare kontrata që Partia Demokratike firmosi me Kris Lasivita, ka qenë zoti Flamur Noka ai që e ka firmosur si kontratë sepse ai është funksionari administrativ më i lartë i një partie. Në rastin e zotit Meta ka qenë zoti Endrit Brahim Llari, i cili asaj kohe ka qenë sekretari i përgjithshëm i LSI-s. Kujtoj një gjë shumë të rëndësishme, gjatë seancës fundit të gjyqit të zotit Meta, zonja Kryemadhi tha diçka domethënë të cilët u kalua në mënyrë si përfaqësore do thosha unë, kur ajo deklaroi që me kalimin e kohës edhe zoti Meta do kuptoj se edhe ata që kanë ardhur në SPAK dhe deri dje i ka kritikuar sharr apo ofenduar, sepse ka menduar domethënë që ata i kanë bërë teorikisht gropën juridike, do ta kuptoj domethënë që nuk ka qenë kështu. Duke lënë të kuptohet që ndoshta edhe zoti Ibrahim Llari ndër të tjera, duke qenë se jemi tek çështja e lobimit, nuk është se i ka dhënë, e ka ushqyer SPAK-un me prova të tjera kundër zotit Meta. Në këtë kontekst besoj domethënë që do jetë një verë shumë e nxehtë në të gjitha aspektet dhe pra andrallat të këtij tipi pastaj për rrjedhje informacioni më the thash do jenë gjëra më ideja ishte që përmenden emra të rëndësishëm dhe sa inkriminohen këto emra, këtë po them unë. Shiko aty, po ti dakord. Problemi është domethënë që këta emra të cilët inkriminohen, a nuk i dinte SPAK-u, nuk i ka aty në dosje? To thjesht u morën vesh tani nga ne.
Pra ne që fillojmë bëjmë analizën e gjës, po Spaku aty ka pasur. Dakor, si vlerësim juridik, po them unë, ti që i shikon në mënyrën se si janë... Unë nuk dua në mënyrë absolute që të shikoj një proces gjyqësor që merret me formën. Pra merret me gjithçka tjetër përveç asaj që ka të bëjë me procesin gjyqësor. Unë dua ta shikoj në këtë lloj mënyre. Pala mbrojtëse, në të drejtën e vet, zgjedh një lloj strategjie dhe kjo strategji, kjo çështja domethënë për ta mediatizuar, është një lloj strategjie. Por nuk besoj domethënë që trupa gjykuse do intimidohet apo do ndikohet nga kjo që neve flasim apo që atje ku shkohet në gjykat, flitet me prova dhe me fakte. Po, a ka përplasje edhe brenda sektorit të Spakut në lidhje me çështjen Meta? Po, ka. Ka përplasje të forta madje midis Altin Dumanit dhe drejtuesve të aktual të Spakut, pikërisht për çështjen Meta. Sepse ndryshe shikon njëri, ndryshe shikon tjetri. Po kjo ka të bëjë edhe me mënyrën se si është vendosur ligji për prokurorin. Prokurori i çështjes me ligjin e 2017-s është zot i çështjes së tij dhe nuk mund t'i ndërhyj kërkush. Kjo pastaj ka pasur një debat të madh se a po e lëshon Spaku në një mënyrë apo në një tjetër, ose po e favorizon Spaku Ilir Metën, apo do duhet të qëndrojë në atë linjën e fortë që pati nisur zoti Dumani, aq sa u proklamua fort dhe u bë me atë le themi arrestimin në atë lloj mënyre nga ish-presidenti Meta. Unë jam me Klodian Brahon, sepse unë jam jurist dhe preferoj proceduralitetin përballë vrazhdësisë dhe të qenit të fortë. Nuk jetojmë në botën e të fortëve, jetojmë në botën e ligjit, ose më pak kështu duhet jetë. Almer, si shikon këto zhvillime në gjykimin e zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi? Shko, unë kam parë gjithë dosjen, është bërë publike. Në dosje Ilir Meta në asnjë nga rrethanat, asnjë nga dosjet nuk është përfshirë drejt për drejt. Thjesht është i përfolur që ka djeni Iliri, thot zonja Kryemadhi, më tha Iliri, por Ilir Meta, nëse kjo merret, më tha Iliri, nëse përbën argument ligjor, përbën fakt për drejtësinë, unë mendoj që drejtësia nuk është në nivelin e duhur dhe nuk është në standardin që pretendojnë të jetë një drejtësi reale dhe e vërtetë. Nëse quhet fakt që më tha Iliri, do thotë që këtu nuk po bëhet më gjyq. Tash më tha Iliri, thonë që ka dhe përgjime ambientale. Le t'ja paraqesim pra përgjimet ambientale ti shohim në çështje është bërë gjykim tani zotëri. Çka ka dalë, nuk del më. Nuk besoj që merret për provë kjo që më tha filan. Më lër ta shpjegoj. Tani Ilir Meta po rri në burg. Unë provat që kam parë në dosje janë këto. Unë aty kam parë një oligark që lobonte bashkë me Monika Kryemadhin dhe Monika Kryemadhi merrte një vilë në këmbim për një ligj. Këtë kam parë në dosje. Në rregull? Që mos përmend emra në këtë emision, se kam problem të përmend emra. Nuk kam parë në dosje që Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje fare me çfarë ka bërë Monika Kryemadhi bashkë me kokën e vet dhe me 2-3 biznesmen, me ish kreun e institucionit të zotit Xhixho, Piro Xhixho, dhe Ilir Meta nuk e kam parë aty. Pra, do të flasim të vërtetën. Unë nuk e kam parë Ilir Metën që sot po rrin në burg, që të ketë firmosur apo të ketë vulosur apo të ketë dhënë një orientim të faktuar se si do të bëhet çështja e lobimit. E ka firmosur Endrit Brahim Llari. Dhe Ilir Meta nuk ka firmosur aty. Tani kjo është në aspektin si ta trajtojmë çështjen juridike. Tani kur neve shikojmë këto fakte që na janë paraqitur në dosje dhe Ilir Meta qëndron në burg, atëherë unë dalë i konkluzion, cili është Ilir Meta nuk e duan në skenën politike. Kush nuk e do? Nuk e do Edi Rama. Po ashtu nuk e do opozita, sepse Ilir Meta është një ujk i pa kontrolluar i cili ka treguar që ka dominuar skenën politike nga viti 2000 e deri sot. Si e ka dominuar? Herë ka sjell tjetrin, njërin pushtet dhe herë ka sjell tjetrin. Në 2005 solli Ilir Meta Sali Berishën, në 2009 e mbajti Ilir Meta Sali Berishën, në 2013 solli Edi Ramën. Dhe Ilir Meta po ka një mëkat që ka bërë me këmbët e veta. Ilir Meta është njeriu i cili i hipi krokodilit në shpinë, si ishte fabula e famshme dhe krokodili e kafshoi. Pra, Ilir Meta ka gabuar edhe po von gabimi vet. Cili është gabimi Ilir Metës? Që solli pushtet Edi Ramën zotri. Ky është gabimi vet që sot Edi Rama është njeriu i cili shkatroi piramidën politike të Ilir Metës, duke e rrëzuar gurët nga poshtë. Në fillim i largoi partinë, i largoi militantët, i largoi të besuarit e vet, në fund fare i mori dhe Monikën. Dhe Ilir Meta ngeli vetëm dhe u arrestuan atë mënyrë kaq të turshme atje përballë. Solli Edi Ramën apo pengoi PD-n që të vinë në pushtet? Nuk ka lidhje pengoi, ai bëri shumë mirë që largoi PD-n nga pushteti, sepse PD-ja ishte i qelur në 8 vite të qeverisje, por po flas gabimi vetëm që ka Ilir Meta. Kjo është nëse mund ta trojmë në këtë spektër. Por ajo që do të kuptojmë sot është
pse Ilir Meta qëndron në burg, apo qëndron drejtësisht apo padrejtësisht. Është me këto që kemi parë, në këtë pyetje fundamentale, di them që Ilir Meta po qëndron padrejtësisht në burg. Unë nuk do të bëj avokatin e Ilir Metës, po do të bëj avokatin e të vërtetës. Ilir Meta unë mendoj që është aty sepse është një lobi më i madh se Shqipëria që do Ilir Metën në burg. Zotëri, ne po shikojmë që të dy partitë e mëdha janë ulur dhe kanë bërë reformën zgjedhore siç kanë dashur. Të dy të mëdhat kanë bërë reformën drejtësi, kanë bërë reforma bashk dhe nuk duan nëpërkëmbë parti të vogla, qoftë LSI-n dhe Ilir Metën, sepse nga Ilir Meta kanë vojtur shumë. Kur Edi Rama shkonte në 2013 apo në 2015 thoshte që do kryente një marrëveshje, kur ishte Ilir Meta thoshte pyesin Ilir Metën amerikanëve. Dhe amerikanët sa shkonin te Meta thoshte Meta thoshte unë jam dakord, po shkoni Iran nuk do Rama. Pra nuk duan këtë mishmashin, këtë lojën e raketave me topin e tenisit që ik atje dhe hajde këtu. Duan që të flasin me një. Dhe për këtë arsye Ilir Meta ishte pengesë dhe i larguan nga skena politike. Ilir Meta po mbahet qëllimisht në burg pa asnjë provë, pa asnjë fakt. Unë i them Altin Dumanit, kamikazi të Yuri Kim që u trubetua dhe u misionua që të fuste në burg Ilir Metën dhe Sali Berishën. Ku janë faktet zotëri për Ilir Metën? Cilat janë provat për Ilir Metën që ti e mban në burg? Pra na trego, në dosje nuk ka. Në dosje flitet Monika Kurremadhi, ndërkohë Monika Kurremadhi çfarë bën sot? Është bërë më e bukur, shkon drejton spektakle show busy dhe nuk është në burg. Dhe nuk ka asnjë argument, e ndrit Ibrahim Llai u bashkoi me PS-n. Pra këtu ishte një puç i mirëfill politiko-juridik nga Ilir Metës. Pra është një strategji ndërkombëtare, e cila fillon nga Washingtoni, nga zyrat e Sorosit, që përfundon në Tiranë. Pra Ilir Metën e kanë dashur ta zgjesuar politikisht. Arber, si e shikon këtë çështjen e Ilir Metës në raport me këto zhvillimet e reja që po dalin, që dolën të paktën këto ditë? Shiko, unë kam lexuar me vëmendje ato përgjigje që kanë dalë dhe bie dakord me atë që thot Almeri në ato përgjigje që kanë dalë. Është një dosje shumë herë më voluminoze, për të qenë të vërtet. Ka dy mundësi që mund të dalë një dosje. Është pala mbrojtëse, është dhe prokurori. Pra nga këta dy njerëz e kanë dosjen dhe gjykatësi, por gjykatësi nuk para ngatrohen në këtë punë. Njerëzit që i nxjerrin, ta thash, është prokurori dhe avokati. Dakor. Në rastin konkret ka një gjë që nuk shkon. Në ato që kanë dalë, në informacionet që kanë dalë në përgjimet, është vetëm zonja Kryemadhi. Dhe mua më lind pyetja si gazetar, nuk kam asnjë gjë me asnjëri, mos ndoshta është bërë me qëllim që të tregohet që zoti Meta nuk ka faj dhe nuk nxjerr pjesa tjetër e dosjes që ndoshta është vetëm zoti Meta. E kam pyetje. Okej, dakor. E kam pyetje retorike, nuk e di si është e vërteta. Sepse nga ato përgjigje që kanë dalë, nga transkripti i atyre përgjigjeve, është zonë Kryemadhi që vetëm në dyqan do të blej me kartën e shatkut, nuk i punon karta, i thot të hape kartën, pastaj blen 12.000 euro. Produkte, pastaj thot që si ka mundësi, ai thot që do ta hap kartën e tjerë. Pra është mohabet që ajo blen me kartën e dikujt tjetër. Dhe e zëm sikur kjo është vetëm zonja Kryemadhi që është marrë me këtë pjesë. A quhet shkelje, a janë kapur para që janë marrë me korrupsion nga Shatku, nga ndërhyrja Monika Kryemadhi dhe tjerë. Se nëse Shatku është biznesmen dhe e ka ndihmuar kushurinë e tij ose zotin Meta, nuk e di, flas po bëj hipoteze. Me Shatku ishte ai përgjimi, që nuk ka si provë Arber për Metën, nuk ka, është çështje gjykimi, nuk ka çfarë fsheh më prokuroria dhe gjykata. Dosja e plot po them. Se dosja ka dalë më gjitha. Jo, s'ka dalë gjithë. Ta japun gjithë dosjen, më ta kaloj forward, ka dalë gjithë dosja. Dosja ka dalë, po që në gjykim dosja ka dalë, nuk kanë çfarë fshehin më. Jo, po ata e fshehin dosjen ata. Kush ta fshehë dosjen? Po të duam. Tash në gjykim nuk e fsheh më, është publike. Jo, po dosja s'është publike. Por dosja është publike. Dosja është publike jo, dosja janë publike. Më dëgjoj pak. Më dëgjoj që ti je gazetar i vjetër edhe ke eksperiencë. Nuk ka shans që në këtë vend që do kishte fakt penal për Ilir Metën, nuk do kishte media pranë qeverisë së nxirrte. Ora jam me ty. S'ka më rasti. Ta thash unë mbështes këtë arsyetim që thuaj ti. Të vërtetën, nëse ka dhe ti di dhe ne, po nuk ka. Unë po mbështes atë që thëti dhe fillova që në fillim që jam dakord me atë që thëti. Po thjesht po përpiqem që të shikoj edhe anën tjetër. Pra, pjesa që ka të bëj pse ka dalë vetëm ky element, se unë nuk besoj që zoti Meta po gjykohet për një abuzim, edhe nëse është, nuk e di, 12.000 euro. 12.000 euro nuk është abuzim. 12.000 euro mund të jetë dhuratë, se nuk është një shifër wow e jashtëzakonshme, është një shifër e lartë, por nuk është një shifër që të kesh një izolim në burg të këtij formati, do të thënë është gati 41 bis. Se dje pati intervistë zoti Meta me telefon, pra ju lejua telefonin. Por ka një gjë, ka disa drithije procesin ndaj zotit Meta, përitës së vërtetës. Dhe drithijet janë përse është ky izolim kaq i egër ndaj tij.
vërtet është kaq i rrezikshëm zoti Meta, çfarë rrezikon? Sepse flasim për një dosje e cila është mbyllur pjesa e hetimit dhe flasim për ngjarje që kanë ndodhur vite më parë. Pra nuk ka asnjë. Jo, kjo është unë doja të fokusoheshim tek zhvillimet e fundit, sepse mund ta trajtojmë edhe të gjithë. Po, zhvillimet e fundit për atë. Zhvillimet e fundit janë maja e majës të icebergut. Emrat që dalin ato përgjime, cili është synimi që është ajo që thot avokati, thjesht për ta thash, mund të jetë një strategji e mbrojtjes të zotit Meta për të thënë që shiko, nuk ka fare lidhje ai sepse është vetëm emri i zonjës Kryemadhi. Dhe nuk besoj që është dora e prokurorëve që nxjerrin vetëm një pjesë. Prokurorët do të nxjerrin të gjithën ose do dalë e gjitha. Megjithatë ka një gjë. Arrestimi i zotit Meta, ne kemi thënë dhe koha po tregon, ka qenë një skandal i madh, mënyra se si u kap, sigur të ishte një kriminal në rrugë. Jo se duhet i themi disa gjëra, Redi. Jo, i themi po në Kosovë. Dhe ka një gjë, ka një problem tjetër. Ka një mungesë transparence. Unë kam thënë edhe më herët, që në fillim kur u arrestua zoti Velia, kam thënë që ka një mungesë transparence, që do thotë, për njerëz me një profil të lartë politik, element të dosjes duhet të nxirren. Ose nuk po them të nxirret e gjithë dosja. Duhet të thuhet tekstualisht, ky njeri është i rrezikshëm sepse prish provat. Por si prish prova, sepse një prokuror mund pretendoj për këtë që prish provat, por duhet t'japi dhe argumentet. Po këto duhet të jenë argumente jo vetëm ligjore, më kupto. Duhet të jenë edhe publike, sepse komentet politike që bëri Almeri me të drejtë thotë që shiko, unë them që zoti Meta s'është i rrezikshëm, unë e njoh etj, ku e ka rrezikun për një dosje e cila për një çështje që ka ndodhur 10 vite më parë, pse ka rrezik tani? Çfarë do të bëjë dëshmitarëve ndërkohë që hetimi është bërë, është në kontroll, është monitorim e të tjerë. Komente politike. Politikisht nuk kemi çfarë themi shumë në këtë pjesë sepse ka një komplot thotë Almeri për ta eliminuar nga skena politike për arsye që nëse ka një komplot, unë nuk besoj që ka një komplot ndaj zotit Meta, sepse në fund të ditës duhet të jemi realist me një gjë. Mori një parti që zonja Kryemadhi ja la me 3 mandate, mos gabojmë, partia 4 mandate. 4, edhe 100.000 vota. Pra e fundit ishte me 4 mandate. Pra një parti me 4 mandate, ndërkohë që Rama nuk ishte nevojë fare për mandatet e zotit Meta në 2021. Po ishte me 100.000 vota. Nuk ishte, po mund të jetë dhe me 200.000 vota. Dhe Adriatik Lapa i ka 80.000 vota sot zotri. Dakor. Pra 20.000 vota është diferenca. Por ka një gjë. Pra nuk kam parë në asnjë moment ndonjë interes vetëm tani po futem në konspiracion vetëm të Ramës për ta goditur. Nëse ka patur një interes për të goditur LSI-n, ai ka qenë nga 2 parti të mëdha, sepse ka qenë një pain in the ass, po përdor një term anglisht, edhe për PD-n, edhe për PS-n. Dhe këtu do të thonë pra, po përmenden emra që kanë lidhje me opozitën. 2021-shin kritikat më të mëdha që ka pat zoti Meta, LSI-ja e ateshme, pa u shkruar më pas në Partia e Lirisë, ka pas nga Partia Demokratike. Nuk i ka patur nga Partia Socialiste, sepse iku nga PS-ja 2017. Dhe zoti Meta e la me 17 mandate, zonja Kryemadhi i dorëzoi 17 mandatet dhe e mori dhe e la partin me 4 mandate. Meta s'ka qenë dieni për ato që vonte Kryemadhi. Thotë ai, por ja ka lënë partin me të njëjtën statistik si në vitin 2009. E qartë. Pra, dhe kanë gjë e mbylla, nëse ka një komplot, atëherë i bie që të jetë zonja Kryemadhi pjesë e komplotit. Gjoj, si vlerëson këto zhvillime? Po tani politikisht ajo që thot Almeri ka sens, po dhe Meta kanë përshtypjen është i vetëdijshëm, politik jeton nga shpata dhe vdes nga shpata, në kuptimin figurativ. Në kuptimin ligjor dhe në aspektet e dosjes, unë nuk besoj që ka njëri iluzionin që në LSI lëvizte dikush një gisht pa dijenin e Metës. Kjo është thjesht pjesa e parë. Megjithatë gjithashtu e drejtë. Është interpretim, ne po flasim çert gjykatë. Ja ta mbaroj se tash është thjesht pjesa e parë. Gjithsesi, mendoj që duhet shqyrtuar gjithashtu personat që kanë firmosur, sepse një të mirë që solli smaku në Shqipëri është që nuk po firmosin më do si do. Dhe çdo person i rritur mban natyrisht përgjegjësi për firmën e vet. Dhe se i takon përgjimeve është ndjeni i tiri, nuk janë prova, por janë indicie që duhen bashkuar me veprime konkrete të Metës. A janë kryer apo jo, këtë nuk e di.
ta them. Gjithsesi, tash mos bëjmë naivin, LSI ka qenë një projekt i iniciuar, i ideuar, i zhvilluar nga Ilir Meta, që vdiq njëkohësisht me dobësinë e Ilir Metës. Pra, Partia e Lirisë, si thua, gjeti fundin e vetë politik, është dobësia e tij. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që duhet merret a priori që për pagesat fajsohet Meta nga gjithë ky pushtet i madh që kishte mbi forcën politike. Në rastin më të keq mund të jetë bashkëfajtor ose ndoshta edhe realisht mund mos ketë padur dieni për teknikalitete që mund ngarkojnë në përgjegjësi personazhe të tjerë. Nëse është një opinion bazuar mbi intuitën, për mendimin tim nuk bëj një lëvizje në atë parti pa dijenin e zotit Meta. E kisha për Almerin, ndjes për ndërhyrje, kisha dhe për Almerin këtë sikutje. Domethënë, sepse në mënyrën se si e parashtron Almeri i bie që edhe Metës i kanë hëngër, i kanë ngrënë dardha maskrave, siç edhe Ramës. Tani bie që edhe Berisha i kanë ngrënë dardha dhe këta... Ja ta mbaroj Gjoj dhe të një të unë thjesht këtë e kisha idenë që sigurisht që perceptimi primar është që asgjë nuk bëhet pa dijenin e Metës, për gjitha faktet edhe provat duhen bashkangjitur me veprime konkrete që ngarkojnë atë me përgjegjësi penale. Nëse më pyet pa të dhënë një provë, se nuk jam prokuror, mendoj që Meta nuk ka qenë jashtë dijenisë për atë që ka ndodhur. Provimi ndërlidhja e këtyre veprimeve i takon ka dy momente politike të marrëdhënies kryemadhi Meta që tregojnë që kryemadhi ka marrë vendime pa miratimin e Metës. E ka pohuar shprehimisht që në vitin 2019 i ka djegur mandatet pa lejen e Ilir Metës dhe e ka pohuar që nuk e ka bërë këtë lëvizje dhe nuk ka reflektuar më pas duke thënë që mua më ka thënë Ilir Meta. E ka marrë vendimin vetë. Dekretin për zgjedhjet Redit lutem, po flas për marrëdhënien e raportit e Kryemadhit. Pra fakti i parë që Monika Kryemadhi e pranon dhe sot që ka djegur me kokën e saj mandatet pa e pyetur Ilir Metën. Fakti i dytë i pohuar politikisht dhe i pohuar mediatikisht është që Monika Kryemadhi në zgjedhjet e kandidatit për Bashkinë e Tiranës nga Partia Socialiste në 2015 ka qenë një komunikim i vazhdueshëm i saj pa dijenin e Ilir Metës, duke bërë një lloj intrige me Edi Ramën për të caktuar Erion Velie, ndërkohë që Ilir Meta donte Blendi Klosin. Pra ajo këto thotë që ka mesazhe. Unë kam shkëmbyer mesazhe që janë administruar si provë që ja kanë çuar Ilir Metës më pas për tradhti politike, pra e pretendon zonja Kryemadhi. Por ndërkohë ajo pohon që unë kam qenë me Edi Ramën dhe kam lobuar që dali kandidat më i mirë Erion Velie se ishte i ri. Është pohuar jo më lart se një muaj. Politikan që ti the ka dominuar skemën politike, me vërtet mendon kaq naiv sa ka qenë out gjithë këto. Unë mendoj që Ilir Meta është njëri që ka besuar shumë njerëz dhe pushtet. Kush e njeh nga afër. Pra Ilir Meta mund të ketë mëkatet e veta politike. Edhe i ka pafund mëkatet e veta, por në këtë rast, për atë çka po ndodh me këtë dosje nuk ka faj zotri. Nuk ka faj në këtë moment, sepse Ilir Meta kush ka punuar nga afër thot, shkon në këtë pozicion dhe krye detyrën. Nuk thot dikush sot që Ilir Meta më ka ndërhyrë mua. Nuk thot dikush që Ilir Meta më ka diktuar mua. Pra Ilir Meta të gjithëve që ka thirrur, të dish, unë e them në çdo studio ta them edhe këtë rast. Ilir Meta ka prodhuar talente politik, njerëz të aftë të administrojnë terrenin, po të administrojnë marrë ndërkombëtare. Dhe dy nga talentet politik që ka rritur Ilir Meta, Edi Rama po mban pushtetin, me një brenda dhe një më jashtë. Pra janë njerëz të Ilir Metës që sot kanë aderuar dhe kanë shkuar në qeverinë e Edi Ramës. Dhe pikërisht njerëz të Monika Kryemadhit. Tani, rastësiu duket ju që dhe gjithë dosja që Ilir Meta po gjykohet sot, nuk përmendet një argument që unë takova Ilir Metën, po takova Monika Kryemadhin. Unë dakord jam me ty që mund të ndahen gjërat në shtëpi, burri dhe gruaja, mund të ndajnë detyrat. Por nuk mund të tani ne jemi në parë gjykatës. Dhe unë si person që shkoj në gjykatë, jo, është personale çdo gjë. Unë ti mund t'i thuash bashkëshortes tënde që shko atje bëj këtë, por bashkëshortja jote mund të bëj gjëra edhe pa dijenin pa lejen tënde, nuk do të thotë që është faji jot. Pra, faktet penale, ne ndajmë opinion bërjen nga fakti penal. Kur shkon në gjykatë zotri është fakti që përballesh. S'është fakti, nuk ka fakt. Tani, rastësisht që është pronari një televizioni sot është në dosjen e Monika Kryemadhit. Një gazetar shumë i njohur nga Kosova ka marrë një vilë aty, një biznesmen shumë i rëndësishëm. Në asnjë nga këto rrethanat nuk tregohet që është Ilir Meta. Ora ky Ilir Meta kaq i pa rritshëm pas ka qenë ky njeriu që s'ka një fakt penal, do thotë Ilir Meta mund të ketë deleguar, unë jam dakord që mund të ketë lënë hapësirë Monika Kryemadhi veproj, por jo të veproj kundra ligjit. Dhe nëse ka vepruar kundra ligjit, pse nuk merret e pandera Monika Kryemadhi për këtë rast?
Se vetëm emri i saj. Monika Pse është Ilir Meta në Burg? Pandeur është për mas. Jo, unë po flas ti aty te vendi ku është Ilir Meta. Sepse të gjithë primet, ne po bjem dakord në këtë panel që Ilir Meta po mbahet padrejtisht në Burg. Pse po mbahet në Burg pra, ku nuk ka vepër penale? Ktu dalim në atë që këtu ka një komplot pastër ndaj tij. Sepse në çdo rrethan nuk del emri i tij. Çfarë do të themi ne tani që Ilir Meta është mëkatar, ka vjedhur, ka bër? Nuk e themi dot, është turp. Pra ne duhet mbajmë qëndrim koshient për atë që ka në dosje penale. Po ti thua fabulën që ka përdorur Ndieri kastriot myshtare, po jo, me krokodilin, me... Po pra, ajo është fabula, ajo është politik. Aty Ilir Meta... Nga tre kafshët e kemi në kam të lashe me ka marrë dëshkimin e merituar. Unë kam mik Ilir Meta dhe i qëndroj deri në fund. Aty i ka bërë hakun, sepse ishte njeriu që pruri këtë krokodilin pushtet. Po vuan mëkatin e vet, i hipi në shtëpinë krokodilit ai. Ai këtu nuk ka. Është njeriu që e mori këtë vullnet, e ndoqi fatin e vet dhe fati i vet e pruri deri këtu. Ilir Meta nuk pyeti njeriu kur u bashkoi me Edi Ramën. Përkundër, ka bërë bekimin në Shkodër ku ka qenë përfaqësues serb, siç ka qenë dikur partia. Pra Ilir Meta ka gabuar në mënyrë të llahtarshme politikisht në këtë lloj marrëveshje. Ktu nuk i falet. Pra kjo marrëveshje ç'a bëri? Duke afruar nga